Kryeministri Edi Rama lajmëroi se kanë përfunduar procedurat për llogaritjen e dëmeve të shkaktuara, si pasojë zjarreve që përfshin vendin përgjatë verës që lan pas. E së shpejti qeveria do të miratojë akti normativ për dëmshpërblimin e qytetarëve. Gjatë prezantimit të strategjisë për përballimin e zjarreve, kryeministri Rama përsëriti se të gjithë ata që humbën shtëpitë do të kompensohen deri në fund. Tani më është inventari i plot dhe të gjithë ata të cilët kanë humbur banesat apo krerë baktish duhet të jenë qetë për faktin që me kalimin e aktit normativ të qeverisë së shpejti do të dëmshpërblehen qindark për qindark. Kryeministri Edi Rama shpjegoi disa ndërhyrje ligjore që i vinë në ndihmë qeverisë në betejën për të përballur me flakët, duke lajmëruar se nuk do të jepen leje ndërtimi në territoret ku ka rënë zjarr. Të gjithë të fillojnë edhe të mendojnë për të marrë masa për të përfshirë në skemën e re të sigurimit të shtëpive nga fatkeqësitë natyrore, gjë që do ta sankcionojmë edhe në ligj. Sërish kryeministri Edi Rama përsëriti nevojën e sigurimit të banesave e bizneseve nga fatkeqësitë natyrore. Policia e shtetit ka qenë në gjendje të identifikojë dhe të arrestojë psikopat dhe kriminal që vën zjarre. Ndërkohë që kemi bërë një ndërhyrje ligjore shumë të rëndësishme që aty ku vihet zjarr do të ndalohet çdo lloj leje ndërtimi për 30 vjet. Përtej këtyre ndërhyrjeve, qeveria do të marrë disa masa që nisin nga pagesa më të larta për zjarr fikse, duke i përfshirë ata në formulën e rritjes së pagave të forcave të armatosura. Rama premtoi gjithashtu fuqizim të flotës së dronëve, duke lajmëruar blerjen e dronëve të rinj, të cilët bëjnë evidentimin e vatrave të zjarrit, por edhe kryen procesin e mbjelljes dhe riportëritjes së territorit.